bandit me uniform mësohen si kriminal. I garantoj se do të kenë të njëjtën përgjigje nga ne. Kriminalët do marrin përgjigje e meritur. Ju e parë ishim në një marshim paqësor dhe marshimi ynë paqësor u shkelvua kushtetuta, u shkelmuar çdo gjë, u bllokua rruga dhe këta në mënyrë absolute do të marrin përgjigjen e merituar. Këta kanë kryer një krim të shëmtuar sot, sepse ne po bënim marshimin tonë. Marshim paqësor, në kuptimin e vërtet fjalës. Po Edi Balluku dhe Lubi Rama vend të tokë dhe nuk kanë bashkuar ligjit. Jo, ne po marshoni. Ata blokun bulevardin. Ne do përgatitemi për të gjitha format edhe i garantoj që e kanë të humur 100%. Turpe mbrojnë 2 kriminalë si Edi Rama dhe Lubi Balluku, mbrojnë Linda Ramen dhe Mirlindën e Akshit, mbrojnë Hajdut të shpërftyruar të këtij kombi. Dhe këte bën një mercenar që do ju tregojmë ju se ftyrë Skënder Balluku, do tregojmë çile është Skënder Balluku. Po, do bëjmë një bilanc.